Ai është pa diskutim një nga personat më të pasur në Shqipëri, po flasim për biznesmenin Samir Mane. Në ndryshim nga biznesmenët e tjerë që i dhurojnë fëmijëve një jetë luksoze dhe makina të shtrenjta, Samir Mane i ka udhëzuar fëmijët që të mbajnë një profil të ulët në publik. Fëmijët e biznesmenit nuk postojnë foto nga jeta e tyre, makina dhe veshjet e shtrenjta, ato ruajnë tërësisht larg syve të publikut i jetën e tyre private, duke ndjekur këshillën që i ka dhënë Jati që të mos ekspozohen si fëmijët e miliarderit me një jetë super luksoze. Së fundmi, një tjetër milioner shqiptar, siç është dhe kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, i ka kërkuar Samir Manes që të investojë në futboll. Në një video të shpërndar nga Mane, dëgjohet Duka duke u përpjekur ta bindë që të financojë në futboll. Mane ja kthen se ka frikë se mos humb para, ndërsa Duka i thotë: "O Samir Mane, ti nuk humb lek, se ti je një menaxher i mirë. Pastaj njeriu në jetë nuk ka nevojë vetëm për lek, por edhe për kënaqësinë që të jep sporti. Ti nuk e për të humbur dhe në të gjitha rastet do dalësh i fituar. Prandaj mos hezito, hape portofolin." Burime pranë biznesmenit bëjmë me dije se këtë video ai nuk e ka publikuar rastësisht, pasi po planifikon të investojë në një skuadër futbolli. Pas një takimi miqësor që Mane ka patur me Olsi Ramën, vëllain e kryeministrit, ky i fundit e ka orientuar biznesmenin drejt investimit në futboll. Me sa duket, edhe Samir Manes i ka pëlqyer kjo ide, edhe pse për momentin nuk ka bërë ende publike skuadrën ku do të investojë kapitalin e tij.